Mirë të nderuar teleshikues, jemi rikthyer sërish për të ndalur tashmë tek gjeopolitika, por në fund të ndalemi edhe tek politika në vendin tonë. Ne do ndikemi një herë më pas do të prezantojmë dhe të ftuarin e radhës. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump u ka dërguar një letër vendeve anëtare të NATO-s, ku deklaron se është i gatshëm të vendosë sanksione të mëdha ndaj Rusisë, por vetëm nëse të gjitha shtetet e NATO-s ndalojnë blerjen e naftës ruse dhe marrin të njëjtin hap. Trump propozon gjithashtu që NATO të vendosë tarifa nga 50 deri në 100% ndaj Kinës. Sipas tij, këto tarifa do të hiqen pas përfundimit të luftës në Ukrainë, pasi Kina ka ndikim të fortë mbi Rusinë. Ai thotë se plani i tij do të përfundonte shpejt luftën dhe do të shpëtonte mijëra jetë. Në të kundërt, nëse NATO nuk vepron siç propozon ai, atëherë sipas Trump po humbet kohën dhe resurset e Shteteve të Bashkuara. Mirë, kemi ndjekur insertin dhe sot për të diskutuar mbi këto zhvillime dhe të tjera kam të ftuar kolegun gazetar Sokol Brahaj. Sokol, përshëndes. Përshëndetje. Falenderoj shumë që je me mua sërish. Sokol, do doja ta nisja me insertin që sapo dëgjuam së bashku dhe me atë që ka paralajmëruar edhe presidenti i SBA-s Donald Trump. Pyetja ime është se po i kthen tashmë Trump pra NATO në një klub biznesi po i quaj, ku lufta dhe njëkohësisht paqja varen vetëm nga tarifat doganore. Po, në fakt, nëse referohemi administratës së dytë të Trumpit, kjo është krejt haptas që po kemi një NATO, kemi një aleancën më të madhe të mbrojtjes në gjithë botën, por që kur në fakt nëni 4 nuk ka hyrë në fuqi dhe nëni 5 jo. Për shembull, edhe rastet e fundit që dronet rus arrin të hynë në tokën e Polonisë, dhe më thanë përsëri nëni 4 i NATO-s nuk u konsideroj se ma nëni 5 jo, por më pas shohim që kemi një shtesë të ushtrisë, pra edhe parlamenti polak e pranoi që të vinë për të mbrojtur Poloninë ushtarët e huaj, dhe kjo është për herë të parë në Poloni. Dhe kjo tregon që me të vërtetë fiks tek pyetja juaj që a është biznes apo jo, dhe me të vërtetë administrata e Trumpit po të thuash se çdo gjë është nga ana e biznesit, edhe pse është aleanca më e fortë e mbrojtjes në të gjithë botën, NATO e përgjatë gjithë historisë, në fakt efektiviteti i saj duke që tashmë do kthehet në një biznes totalisht, duke parë tarifat e Trumpit që ka vënë nga 10, 20, 40%, ku edhe prej GDP-s tashmë edhe gjithë Europa, pra shtetet anëtare të NATO-s edhe të Europës kanë pranuar që të jetë 5% të paguar, domethënë haraçi Amerikës për të mbrojtur NATO-ja, domethënë. Me gjoja, por tashmë duket që Trumpi ndoshta nga profesioni i tij ka kthyer totalisht në biznes dhe të paktën të 6-7 muajt e tij ka treguar që ka marrë frutat pro-amerikane, domethënë pra për politikat e tij ka marrë frutat e duhura. E qartë, Sokol, nga ana tjetër, është realisht vetë Kina, pra çelësi i luftës në Ukrainë, ashtu si pretendon edhe Donald Trump, apo është thjesht kjo pra një justifikim për të nisur edhe një luftë tregtare globale? Në fakt, Kina është ai gogoli i madh, por është një karton, është një kukull, një karton kukull, sepse se i referohem edhe BRICS-it, edhe Shanghait, edhe Rusisë, edhe Kinës, edhe Indisë, të gjitha, po të thuash që por e vetmja që do të jetë, që mund të jetë rivale e Amerikës është vetëm Bashkimi Evropian, ku nga të drejtat humane, nga të drejtat njerëzore, nga stabiliteti, nga paqja, nga një histori shekullore që ka kaluar me krime, lufte me të gjithë, domethënë Europa e sotshme që ne jemi pjesë e saj, tashmë është e vetme që mund dalë në rival ashtu, kurse për Kinën e për ato dihet se sa të drejtat e njeriut ka, dhe pse ishin shumë të bukura fotografitë dhe videot me armët e Kinës, dhe Putinit së bashku, India, atë së bashku, por duhet të thënë edhe kjo që në fakt problemet më të mëdha për Kinën janë me komshitë e saj, pra janë me Indinë dhe me Rusinë dhe jo me Amerikën, por normalisht duhet të gjenden pretekste edhe nga zoti Trump edhe nga Amerika, domethënë që është e vetmja perandori e botës dhe e vetme, po ka nevojë për askën tjetër, tregon që ka një pretekst, domethënë që po fillojmë me luftë me Kinën, por në fakt të gjitha luftat që janë përreth, që janë në zonën tonë, që janë në kontinentin tonë, por edhe në lindjen e mesme, Gresida tregon krejt qartas, haptas që janë përfitime shumë të mëdha për Amerikën, ku vazhdimisht në dekadat e fundit Amerika ka arritur të kthejë
një strategji krejt ndryshe nga e luftës ftohtë, sidomos në 3 dekadave të fundit, ku edhe frutet e saj po i merr, Kina tregohet si një shejtan i zi atje, si një dreq i keq. Atje por në fakt janë të gjitha lojrat e Amerikës, ku sa më shumë që të ketë luftë për pjesë të ndryshme të botës, është vetëm ajo që ja siguron edhe për dekada me radhë, paktën për 3 dekada me radhë, perandorinë vetme globale që është Amerika, sepse të gjithë ata që luftojnë në fakt, të gjithë humbin, domethënë Europa tashmë po humb, Rusia po humb. India me Pakistanin në paqe po humb, po ashtu edhe në lindjen e mesme, domethënë edhe aleatet më të shokët më të ngushtë të Amerikës, si është Doha, Katari, ku të shkretet ata me miliarda euro dollar, me falni, i dhanë Trumpit kur që shkoj për vizitë në atje, plus edhe qindra mijëra miliona euro aviona që i dhurojnë përsëri. Amerika është krejt ndryshe dhe Kina është një gogol, pavarësisht se forca e Kinës do të pak ndryshe, se nuk është forca që kujton me një forcë globale, pavarësisht se forcat globale se përfyti i quhen të gjitha të shtetet që kanë armë nukleare bërthamore, por në fakt Kina është shumë ndryshe sepse ka probleme shumë më etike në brendësinë e vet, ku 1/3 e Kinës janë racat e ndryshme, ku atje sipas informacioneve dhe sipas edhe shumë raporteve që dalin nga Kombet e Bashkuara, tregojnë që Kina brenda vendit vet bën gjenocid mbi ujgurët, mbi shumë pakicat e tjera, dhe kështu që ajo jetë superfuqi është krejt ndryshe, por ndoshta edhe në literaturën, në marrëdhëniet ndërkombëtare apo aleancave ndërkombëtare na duhet të zhvillojmë disa teori të tjera, sepse ato teori që kemi hecur deri më tani, me të vërtetë që kanë ngel teoritë e luftës së ftohtë, e sot mja kërkon disa inteligjenca krejt të tjera. Është Sokol, të mos harrojmë këtu se kemi ende pra vende anëtare të NATO-s, të cilat kanë nevojë dhe janë të varura pra nga nafta ruse, ashtu si Hungaria, por edhe Slovenia. Si pritet të ndikojë ky ultimatum nga ana e Donald Trump? Ultimatumi Donald Trump tashmë duket që në fillim, domethënë Donald Trump erdhi që të sjellte paqe, por në fakt sjellë luftë, erdhi për të sjellë paqe qoftë në Rusi, luftën në Rusi-Ukrainë, po ashtu edhe në Gaza, po ashtu edhe të tjera, por nëse i vërehim domethënë shifrave të krimeve të luftës, që tashmë edhe Kombet e Bashkuara ditën e djeshme prononcuan një raport ku bëhet fjalë për shtimin e vdekjeve, domethënë të pafajshmeve, qoftë në Gaza, nga Izraeli, po qoftë edhe nga Rusia në Ukrainë, dhe kjo tregon që ajo çka thot Trumpi apo çka jep ultimatume Trumpi nuk janë reale, sepse duhet parë domethënë edhe nga ana e gjërat e tjera, nësa e shohim domethënë të muajit e fundit, ne po pritshim që të ishin sanksione dhe pas 24 orë të pushonte lufta, të pushonte pushtimi i Ukrainës nga Rusia, por në fakt ndodhi e kundërta, ku me një përnallti shumë të bukur e la gjithë Bashkimin Evropian, ku do të thënë vetëm jo thjesht BE-ja, por edhe Turqinë dhe Anglinë i la krejt matan dhe ftoi biles, e ftoi edhe zotin Putin, e ftoi në Alaska, siç dihet, ku dihet që zoti Putin kërkohet për krime kundra njerëzimit, për krime lufte, edhe ka një urdhë nga gjykata ndërkombëtare penale, por Trumpi është pak ndryshe dhe ultimatumet e Trumpit vetëm se i ngrejnë çmimin një malli që është në treg, por jo se do të ketë një tjetër, sepse sa më shumë që të zgjasi lufta domethënë sa më shumë që të zgjasi Rusia luftën, aq më shumë humb Rusia, sepse Rusia nuk ka nevojë për tokë, në fakt Rusia është në mos gaboj 1/4 e botës si gjeografi, dhe nuk mund ta sundoj vetë atë sepse të skallë popull për të sunduar gjithë hartën e vet dhe jo më të pushtoj Ukrainën apo asaj, por kështu humbin të gjithë atë forcat e veta, dhe kush ngel këtë agresivë, ngel Amerika. Pra kjo është ajo gjë pozitive për Amerikën, ku të gjithë tjerët humbin, vetëm Amerika fiton. Dhe me Hungarinë ashtu që bëhet pyetje tjetër, unë nuk e shoh që do të jetë një problem, sepse edhe që ndaluan gazin, sidomos Gjermania bëhet fjalë, gazin rus, çfarë bëu? Ushtu 3 fishi i çmimit dhe morën nga Gjermania, filloi ta marrë nga Amerika. Pra kështu që ultimatumet e Trumpit janë tashmë nuk kanë asnjë peshë në marrëdhëniet ndërkombëtare që do të bëjnë kështu apo do të bëjnë, sepse edhe vetë Trumpi
si biznesmen, si person, ka shumë i ndryshëm nga ja 4 vjeçar që i parë, dhe tash është krejt ndryshe, se në marrësh dje që ai nuk do të jetë më president mas 3 viteve, por gjithsesi ultimatumet e Trumpit ne ashtu i shohim se themi Trumpi, sepse vim nga zona ku ne lideri për ne është ill dhe jo sistemi, por kjo që Amerika ka sistem, në fakt nuk ka lider, dhe pse flet Trumpi bëhen gjërat e tjera, pavarësisht se lideri amerikan ka deri diku të vendosë diçka, por jo ashtu, sepse ajo që s'mdon botën është Amerika, dhe Amerika ka sistem dhe jo person. Domethënë ik Trumpi vjen tjetri nuk lë gjë, dhe nëse shohim me luftën me punën e Rusisë, kuptohet krejt qartë që ishte Biden kur filloi lufta, dhe tash është mbi çfarë ndryshoi, asnjë, vetëm se ndryshon fjalët. Domethënë ndryshoi fjalimi, por në fakt e njëjta gjë vazhdon. Rusia vret e pret andena, humb për ditë, po ashtu edhe Evropa tashmë për të ndihmuar Ukrainën, pra për të ruajtur veten e vet, në fakt jo për të ndihmuar Ukrainën. Edhe ajo harxhon edhe më shumë se sa Rusia, pra të dy pjesët e bien dhe Trumpi vazhdon të ngrejë çmimin çdo gjë, dhe Amerika, pra domethënë fillon të ende vazhdon të fitojë edhe më shumë se sa një dekadë më parë. E qartë, Sokol, për të mbyllur çështjen e Donald Trump, çfarë ndodh nëse NATO nuk do të pranonte pra kushtet e tij? A do tërhiqej vërtet SBA-ja nga dhënia ose nga mbështetja ndaj Ukrainës? Jo, SBA-ja në fakt, nëse e shohim administratën të Trump, asnjë lloj ndihme nuk ka, asnjë mbështetje nuk ka, domethënë pra në thojza. Kjo janë retorika e Washingtonit të shoqë me zotin Trump, por nëse e shohim nga ana tjetër, domethënë Europë na i thotë ne përshësim armë Rusisë, Amerika është e pamundur që të tërhiqet nga Ukraina, por vetëm ndryshon fjalë dhe thotë që ne nuk kemi mbështetje, megjithëse sepse dihet edhe vetë se si ndoshta shumë e rrallë në historinë e njerëzimit, ata gafat, ata gjërat që bëri kundra presidentit ukrainez Zelenski në zyrën ovale atje, domethënë që ishin me të vërtetë një krimet më diplomatike, më të si mund ta quajmë në Shqip, domethënë më të turpshme që kanë qenë ndonjëherë, një njerëz që është pushtuar shteti i tij, një njerëz që mbi kombin e tij bëhet gjenocid, ku atëra kishim edhe që tashmë është edhe faktuar nga gjykata